Sot kena me prezentu një Golf 6 GTD, viti 2012. Golf GTD, në fillim u prezentu në vitin 1982, mas ne u rikthy në 2009 me Golfin 6. E onash, po me në komahnitse, me fillën e 18, amortizim elektrik edhe federa sportiv. Mropa kena një spoiler të vogël, drita kristal edhe 2 dolje. Me bagazh 350 litësh, me karrikat pas me palume 1305 litësh. Edhe mropa kompomi shumë të mirë, ki hapësinë sa dush, edhe për kom, edhe për kry. E brenda e kupton që si jemi në golf zakonshëm. Ulse sportive, timoni flat bottom me komanda, klimatronik 2 zonole, navi edhe shiberin. E këto kena opsione tjera, lane assist, comfort, sport, amortizimi, parkingu, që bën halema ekstra këtë kërë është veç 180.000 km. Me motor 2.0 TDI, me 175, 350 Nm, i kombinum me DSG 6 shpejtësi, është perfekt për konsum të ullet 5.5 litra 100 km. Që bën halema ekstra këtë kërë, gjomat për para dhe për mas i ka të zi fabrikisht, edhe me letër.